herë një barë më të madhe në raport me të tjertë. Po, fakt. Në këtë rast, në familjen e juj, kur i madhi mori vendimin me ikë për gurbet, ti ke përjetu shumë rëndë. Po, fakt, mas vdekjes e ati vlaut, a ishte vlau i dytë. Dhe edhe pse vlau tret ishte, po në isha një familje pak ma i ri, ma i dykon në moshën 11 vjeqare kur ka shku vllavi në Itali. Dhe ka qenë përjetimi jam i dytë, një familje kriza jam e dytë, edhe i mbjes për arsye se mu dëkë që edhe kjo shkaj. Edhe është, kemi përjetu shumë gjona, gurbeti ka qenë shumë i vështirë. Tani për tani nuk është aq i vështirë se ka qenë atë kohë. Se në atë kohë thjesht i ke thonë rruga mbarë dhe nuk e ditë as ku po shkën dhe kur do të vjenë. Qasje telefonike s'kemi pas, me telegrama, me letra, si thëmë, dash kemi ashtu letrën sot, mi mëri mas një jave, kur ta ka këthy mas një muaj e kështu më radhë. Mes humbjeve të përjetshme të njerëzve edhe atyre të përkohshme, pra këtu nga largësia, shtetet tjera, je shumë e fatë që nanën e ke akoma. Po. Të gjallë e të fortë më duket me shëndeta. Sa vjeç është vuajo sot? 82 vite. 82. Ju shtofshe në boft 180 vjeqe. A të trajton akoma si të voglin e saj, se thonë që për nanat fëmiu kushe disa vite më bua mbetet gjithmonë i vogël. Po, realisht me trajton, kemi një lidhje emocionale shumë të fort me nanën. Tash është pa lidhje me thonë prej fëmijëve tjerë, vëllezër dhe motrave që, po jo që më ka dallu kështu në aspektin, po thjesht një lidhje e kum pas shumë atë ngushtë me nanën edhe ndoshta është pika e më e dobët. A ka ndonjë këshill ose ndaj fjalë që ta thot gjithmonë? Gjithë. Këshillat e nanës nuk largohen kurrë. Është interesant unë e përdori tash edhe tek nxënësat e mi kur ju dha këshilla. Është vetëm nana që edhe nëse kam gjiru deri në ora 2 mëngjesit ose 3 mëngjesit, kur kam shku në shtëpi nana më ka pritur zgjudh gjithmonë. Edhe buka ka qenë një familje gati, me hangër bukë tani më ra. Edhe i thesha, pse nana s'po flen dhe ke po nuk merr gjumi. E ka pas merakun thënë, si gjitha nanat për fëmijët e vet, mos e kuptueshme. Më përmendëm më herët edhe periudhën e të qenurit pjesë e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Du të ndalem e kjo pak. Sa vjeç ke qenë ti? Kur jam kyç në ushtrisë shkrimtare të Kosovës, kam qenë 17 vite. Mbas 2 muajve i kam bën 18. Do të thotë unë jam me 15 gusht të vitit 1980 i lindun. Unë kam hyrë në gjershor. Jemi kyç në ushtar. Dhe është koha më e lavdishme në jetën time. Edhe po t'jetoj 100 vjetë, 150, zbesej që ka me pas kohë më të lavdishme se kjo. Si e more vendimin? Vendimi para se me... Apo është diçka e brendshme që të thret edhe nuk mundesh me... është edhe janë brendshme, po është edhe pak përjetime që kemi përjetu me forcat serbe në vendin quajtur Kryqi Komoranit, pa të në vendos pas blok dhe ne shkëshëm shkollë mesme, nuk ishtë shansë çdo ditë që kaleshëm ka ta pa në nalë, ose maltretojshin, ka njëherë dhe në rreshin, pra çdo ditë kemi pas maltretime. Dhe një farë mënyre, si një iri që nuk i duran maltretimet, edhe unë thash vetë me veti, po të më jepit mundësia, do të kapi armën. Edhe ashtu pune? Dhe ashtu ndodhi. Familjarët, a kishe kohën, a ishe në atë limitin e kohës me u përshëndet me dikë, me kë folje së fundmi para se të largoheshe prej shtëpisë? Në kontakt kemi qenë me babën edhe me Migjen, se Migja ka qenë pak në rrjedha të ushtrisë, dhe djali Migjes është ai që ka shku i pari në Shqipëri për të marrë armë, është Gazmendi, përshëndes Gazmend. Kemi qenë ushtar bashkë, ai ka është kyç më herët se unë pak më vonë. Po na nuk kemi shku fort larg, do të ushtari më inkuadruan në fshat tonë ato. Një herë unë kam qenë të ushtrime në fshatin Rrallat Thirrët. Një muaj e gjysmë, pastaj je kthy në... Jam kthy këtu, po thjesht të ne ka qenë interesant, nuk ka qenë, për pas nana që
nana si nanë. E ka përjetu më randë, sepse kishë pas thënë që një jam ka shku e po të të mos më shkon edhe kjo. Se baba ka qenë më i fortë kështu. Emocionalisht ka qenë më i fortë. Pra, nga një i ri që i ka refuzu maltretimet e pa drejta kundrejt civilve, kundrejt qytetarve, në momentin kure e veshe uniformën edhe kape armën në dorë, çka përjetove? Ashtë ndjenë që, s'po di, nështë atë rimnin më të madhe që për të njëri në atë moment të këmë përjetu. Moment që këmë ka pushkën, sidomos, kur ka krisë pushka e më për herë të parë. Ka qenë emocioni nështë, s'po di, me një vetën atë fuqin më të madhe që mund me një njëri që atë moment të këmë një. Të plot djemve vajzave që kapën armët, ne gëzojmë sot Kosovën e lirë. Dhe ata që patën fatin të shijojnë çlirimin, besoj e përjetu në emocionin shumë të madhë. Si ishte për ty? Tash do me të regu një sekret, nuk është sekret kështu në atë aspektin, po fillova mu frigunja 2-3 javë pa kry lufta. Edhe e vreshin ata dhe shok dhe komandanta. Thanë, pëse po frigohesh? Tash po frigohna për një gjamë. Thanë, tash po tuta mos po vrahna, tash e shpuni luftës, e dim. E nuk po shijaj lirin. Sepse nuk mu isha me imaginu, si njëri, që është doget liria. Unë 3 herë kam qenë para luftës në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë, 3 herë ku më hangër ka një pendrek për i policive dhe më kur s'kam ardhë. Dhe aja ndjenja që është doget liria, që është me arë në Prishtinë dhe me smi pa forca serbe, me shku në Drenas, me smi pa forca serbe, tjera, nuk me truni se imaginojke. Dhe fillajt një farë frike, mos po vrahna, e speshia e lirin. Kjo ka qenë friga. Në atë ko, është dukë t'içka surreale, kjo ka qenë... Shumë surreale. Ideali që për dika është dukë një ide e qmendur se s'mundet me ndodhë asë një herë. Në momentin, fatmirësisht e përjetove, ani pse ka pas plot që kanë ra shumë në fund të luftës edhe për pak ditë o javë nuk e kanë rritë momente. Kjo është sinqerisht shumë edhimshme, pa qka se çdo humbje është edhimshme. A kishe ndonjë pas qërimit në periudhën e Kosovës pas luftës, tentimit për zhvillim, të rindërtimit të shtëpive të rënuara, a kishe ndonjë traumë që të kishte të përcjallte për një periudhë? Fatbartësisht për mu ka qenë, se kom pas përfundu ande shkollën e mesme, kom vazhdu dhe 2 muaj me zgabu fshën shkollët mesme. Më qenë vit 4, shkollës mesme, dhe ajo inkuadrimi për herë në shkollë me shok që tani pastaj për një herë dhe regjistrimin fakultet më kanë ndihmu shumë psikikisht. Kemi pas nevoj për trajtime, nashta shumë, po fatbarësisht që i ri. Mendoj që mosha re dhe fillova me shiju jetën, me u kyç një jetë tamam në liri edhe nuk kemi pas nevoj. Cili ishte ky fakulteti i parë i shënise? Fakulteti i parë që unë realisht e kom dashur aktrimin që nga femiria, po në vitin e parë s'mujta të regjistrona, po të regjistru në ndërtimtari. Familja kishte qef ndërtimtari, mjeksi, po se dajsha të farë. Kalova në gjysmë vjetar edhe ndërprejta. Tani në vitin e dytë, jam pranu në aktrim, ku vazhdu aktrimin, ati s'pjegaj gjitha. Po. Fakultetin e pare kam aktrimin. Fakultetin e pare kam aktrimin tek profesore Enver Akademia Arteve, Enver Petrov, si ndjeri. Pastaj kum vazhdu muzikologji, po se kum përfundu, kum vazhdu edukim muzikor në Universitetin Haxhi Zeikan Pej, bachelor. Kum vazhdu fakultetin e aktrimit 4 vjeçar në Universitetin e Shtetëror të Tetovës, për arsye se ne kemi pas 3 vjeçar këta, dhe u dash këta bëjmë 4 vjeçar, mu banen 3 diploma. Vazhdova masterin e edukim muzikor këtu në UP, në Universitet Prishtinës, 2 vjeçar edhe ato, dhe vazhdoj masterin e UP të aktrimit në film dhe TV. Pra gjithë këto eksperienca njëra pas tjetrës, po ke qëndru kryesisht tek arti, nuk është se ke dalë në... Po, edhe mas luftës, do të në sedia kum ne 2 java, jo ma shumë, në kazermat ushtarake, sepse u kyqa në shkollim edhe i dërzova me
pushk me uniformet gjitha dhe vazhdova jetën në studime. Në studime e prej atyre, sidomos aty ku të flenë zemra dhe ku publiku të njeh prej vitesh në aktrimin. Cili ka qenë viti më i mirë për ty i studimeve, apo koha më e mirë që ke përjetu? Edhe si student, po edhe në aspektin profesional, ku e konsideron që ka qenë ngritja më e madhe jotja profesionale? Studimet e para, fakulteti i parë ka qenë përjetimi më i mirë, edhe pse kushtet kanë qenë shumë të vështira, po megjithatë më kujtohet një fjalë profesorit e Enver, që theke, a ka si ki ma mirë se mi tha kolegut gjami 50 cent ta bli një byrek. Më thësha, që mirë, kur s'ki pare, po megjithatë ajo është ndjenja më e mirë e përjetimit gjatë studimeve. Këtu i kom përjetu në fakultetin e parë, sepse në fakultetet tjera në farë mënyrë edhe kom punu edhe kom studiu. Po shimet e një fakultet, një studenti, kanë qenë në fakultetin e parë. Realisht kyqja në... A ishe zhvendos në Prishtinë, udhëtoje, si ja bëje? Ja, udhëtoja. Në fillim, kemi banu, unë kur kam qenë në studimet e parë, kemi banu këtu, si çdo student, e në konvekte, në banisa private e tjera. Tjera i kom shiju të gjitha, që e shijen studenti, menzën e gjitha ato, se është interesant me ndaj që nuk shijen studimet nëse se shijen menzën edhe konviktet. E vërtet. Bile kom pas një shok të Prishtinës, kish dëshirë me ardhë me nejtë ato në banesë me neve, se dhe s'po më doket veçja që jam student. Se aji është... Po pra, se nuk e din atë ndjenë me që jetojnë këto. A ti kujtojnë së të nëzanë si tu disa prej roleve tua më ikonike? Po, shumë. Prej rolit parë studenti që kom pas në prallë me të pane, deri me rolin e fundit. Ti me të vërtet student, gjithë jetën. Gjithmonë. Edhe në jetën reale, gjithmonë student. Mi kujtojnë shumë, edhe në zanësit, edhe në rrugë, edhe njerëz përgjithsi shumë. Cilin e keti rolin, apo personazhin ma të pëlqym? A është studenti? Po, është studenti për arsye se është personazhi parë, po me gjatë personazhet banë pjesë e jetës sa që nuk mund dashën, adin nuk mund i dallën, me thonë, këmë pëlqen ma shumë, kësë më ka pëlqen. Se të banë pjesë e karakterit tëndë dhe një farmyri për jetën edhe ata. Sidomos kur kanë ka shumë jetë gjatësi, një mend fillon me jetu si aj karakter. E në cilin fazë të këtyre roleve ke njohë bashkëshortën? Bashkëshortën e kam njoft në fazën kur kemi qenë në Odeon, në tek Naima Bazi, ka qenë viti 2012. Dhe për koincidencë du me cek një sen, e di që nështë ta marigona bashkëshortja kuqet pak, po është të kemi një datë interesante që se ka shumë kosh. Ditën që kemi fillu dashurin ka qenë data 12, muj 12, viti 2012. Ua, sa e veçantë. 12 viti. Dhe këtë datë ka zgjedh bashkëshortja sepse për një me ka dashnit të madhe për mu edhe unë për ty. Ajo nuk është nga bota e aktrimit? Jo, ka mbaru fakultetin e edukimit parafillor, dhe të është edukatore. A ke qenë, në prezentimin me të edhe në daljet me të, ti një djallë aktor me famë që njerëzit e njihnin edhe e pëlqenin edhe për rolet edhe sigurisht kanë shfaq shumë interes për ty. Ishe zrodhe me qenë aj romantiku apo aj me qeshura me i kalu takimet? Interesant, zrodha me qenë romantik. Apo? Dhe po me këtë datë, që dolim takim me ta, jemi taku dhe 2-3 herë ma heret, por abdin shkembeshëm, po shmuhan, ishin ato dzidzat e para të dashuris, po jo që një farë mënyre endës ma kish pranu ofertën. Dhe po më thëtë pëse zgjolla këtë data, këtë ditë, ishte e më zgabofsha, së me kujtojtë mirë, a mërkura se la ditë ka qenë, pas që më kishku mendja mu që është data 12, muj 12 dhe viti 2012. Dhe thosh, nuk e di, thosh, rasisht. Tha, qëfar datër, së thash, 12, wow. Dhe në atë momentu në qova... I pas ka mendu, ajo gjithë? Thash, a ki mundë si më prit pak, tha po. Dolla me një dyqan e shafer, e bleta një unazë të argjendit. Sa bukur. Dhe thash, për mu është këtë data ma e mirë, e dashurisë, e fejesës, gjithë shka. Ja dhurova, më pranaj edhe së të jemi bashkë, kemi një familje,
3 fëmijë, kam 2 djemë, edhe një vajzë kam që 2 muaj e gjysë. Një vajzë që 2 muaj e gjysë murime për të voglën me shëndet. Faleminderit. Ja, ku e kemi edhe një fotografi me djemët. A rritët me bo në foto kështu edhe me vajzën, apo halon? Jo, s'kemi arritë ende për arsye se s'po na rre mirë. S'po na del foto bukur, edhe për këtë arsye s'kemi postu në rrjetet sociale. Kjo është që i kom postu në rrjetet sociale kur ka lind vajza. Emrin ja ka vendos djali i madh Omea. Omea, është një emër karakteristik interesant. Djali i vogël e kam në Orian. Okej. Djali i madh Ajan. Bashkëshortja ka Marigona, unë e Qrem. Orian O, Marigona M, e Qrem E, Ajan A, Omea. Pra një bashkemi... Bashkem të shonjat para, ka po djali madh Ajani, edhe ka vendosur. Shumë kreativ djali, kështu që bravo. E di që kamera është dhe kanë dëshimi përshëndet, babi ju përshëndet shumë dhe i dua mas shumë të në botë. Ili familja ime që një gjithë shka. Asa e mirë kjo. A e pritën me dhurata vajzën? Se të veçlit dil me qenë nga pak gjeloz. Mos kanë thonë, babi, po na merë dashurin motra. I vogli, tash është pak ma i lazdrun, Oriani. Ka njëherë, kur bashkëshortja i thetë, ti e jeta jem, ti e gjithë qka që më ka falë zote, kështë dhe i thetë, e mu? E unë? Ky madhe është pak ma i kuptushum, është Ajani tash i ban 11 vite, ka fillu pak me qenë ma i kuptushum, ma i arsëshum. Po, dhurata gjithësëse, një buqet lule mamit, këta, ka fillu me ble dhurata qysh... Hala par njët. Uroj ta ketë shëndetin e me jetë gjatë, një familje që edhe për nga fotografit përqoni shumë pozitivitet. Qrem, du të kthehem edhe në këto pjesë të fundit të aktrimit, ajo që është jeta jote, kërështë pas familjes, dhe që i ke dhonë gjithë vitet e tua, edhe nga studimet e shumëta, edhe nga projektet të gjata, rolet të shumëta, me shkëputje, pa shkëputje, tani në fazën që jemi, besoj, nështë ta shumë edhe prej njerëzve të kam pyet, të famshmit të kulukat kanë qenë super të ndjekur, edhe të dashtën prej publikut. Çka ndodhi me grupin e famshëm? Thjeshtë, mendoj që u hargju. Projekti u hargju dhe unë dajtëm si grup. Tani vazhdojmë punës se cili në profesionin tonë. Unë tash, po thamë sinqerisht, jam ma shumë ka serialet, ka drama, se sa ka humori. Humori është ndër zhanrët që të konsuman shumë. Dhe këm pas dëshirë pak me jo më shkëput, se na nuk mu im shkëput mi krejt. Thjesht me të regu edhe një anë tjetër. Dhe anën tjetër që unë e këm pas dëshirë gjithmonë, sepse këtu tek ne në Kosovë pak të identifikojnë me një personazh dhe tani mbetesh në atë identifikim. Ne aktorët mendoj që jemi tamam aktor për personazhet qoftë dramatike, qoftë komike, qoftë tragjedi, tjera, të gjitha kemi profesion me lujt. Më pëlqen drama shumë a shumë dhe du, ma shumë se sa humorin ose komedin, po me gjato edhe aja dhe kja për mu janë ndashme. Janë të mirë se ardhur, na po besoj. Aktualisht, në qka je duke punu? Aktualisht jemi një projekt dhe një serial në kërkim të shpresës. Është titulli me produksionin e Kurora TV, Donati është producenti, me një ekip të mrekullueshme, me një ekip shumë punëtore, kalojmë ekstrem mirë, po thamë, të dielën xhirojmë, po edhe pse ditë vikendi, edhe ndoshta të ngarkohet truni pse s'është ditë pushimi, po megjithatë unë Nina çaqi relaksum, sepse jemi një ekip shumë mirë. Kisha shfrytzuar mi përshëndet Fitin, regjisorin dhe skenaristin, Kujtën, edhe aktorë dhe kamerman, e kena Donati promo, Albani, Shefkia, Paharajna Fuadi, Valin, Dona... Shala se ke haru dikon se mandej... Dona Vogel, edhe do që kom haru Donarti që është në Gjermani, edhe ato përshëndes, edhe të gjithë ekipe në serialit, se për momentin jam të kalu në shtander qastët më të mira, veç më prallë me të banke në kalu mirë në atë kohë, që ka qenë projekti parë dhe kemi kalu shumë mirë, tani jam të kalu
bukur mirë në këtë projekt. Me që ma përmende prallë me Tupan, si i ke raportet sot me kolegë, ta mblidheni ndonjëherë me i kujtu këtë periudhë të prallë me Tupan? Raportet i kemi në përgjithësi të mira kur takohemi, po është interesant kjo jeta e aktrimit që është shumë problem me umbledh për arsye se cili ka projektet e veta dhe punët e tyre, po kam kontakte me shpëtimin Rina shpesh dhe kum bashkëpunu prapë me ta, me Halimin takohemi, me Shqipëriun, me dikan shkrujmë ose, si thojmë, lajkitmi ka herë. Po me gjatë ta, kur takohemi në rrugë, pa tjetër që i këmbejmë ato mendimet, ato knatësit që kemi kalu. Ka qenë projektin ndoshta projekti më i mirë në karrierën time. Dhe në fakt për atë kohë ka qenë diçka shumë inovative dhe kreative që është sjellë te publiku, ka pas një audiencë tepër të gjanë.